mbrëma të gjithëve, nisim lajmet në gjuhën shqipe, si çdo të martë pranë Radio Galileut. Ambasada në Rom e janë i tërhiqni pasaportat. Përbëjnë shqetësim 800 pasaportat e patërhequra, edhe të maj të shkuar, ambasadori u bën thirrje qytetarëve që të shkojnë e të tërheqin pasaportat e mos lënë në prag të nisjes me pushime. Nga muaji mars është rritur ndjeshëm edhe numri i qytetarëve që aplikojnë për pasaport pranë zyrës konsullore të ambasadës shqiptare në Rom. Po si shpjegoi ambasadori, modeli i punës është të shërben të gjithëve që paraqiten në dyert e konsullatës në Rom, pa parë orare pas një qëndark më shumë nga ç'parashikon ligji. Numri i qytetarëve që paraqiten çdo ditë në zyrën konsullore vetëm për pasaportë shkon mesatarisht 150 persona. Në mënyrë që mos kthehet mbrapsht pa mbaruar punë, tani po punohet edhe nëpërmjet postës. Është me përjashtim janë hasur disa probleme në sjelljen në Rom të pasaporteve të gatshme, duket se ky është një problem i zgjidhur. Kohët e fundit po bëhet problematik mos tërheqja e pasaporteve, prandaj bëhet kërkesa dhe pastaj nuk tërhiqet. Siç thon punojësit e ambasadës, ata kanë bërë me disa qindra pasaportës, u bën thirrje kështu qytetarëve shqiptar që kanë aplikuar të tërheqin pasaportet e tyre e të mos kujtohen ditët e fundit para se të nisen në Shqipëri, sepse një dyndje e madhe njerëzit nga qeshore korriku mund të paralizojë punën e ditët e fundit para pushimeve të verës. Pra, dhe një herë ju bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve që kanë paraqitur kërkesën pa pasaport të paraqiten pranë konsullatës në Rom, sepse janë mbi 800 pasaporta të patërhequra. Për sa i përket një lajmi tjetër që vjen nga Italia, por i përket edhe Shqipërisë, skandali Arcobaleno, asnjë fajtor për shkak të zgjatjes së procesit. Misioni Arcobaleno në Shqipëri u shqua për shpërdorime e vjedhje. 12 vjet pas ngjarjes së hidhur, veprat penale janë të parashkruara. U mbyll gjyqi me datën 18 maj, është mbyllur gjyqi për 17 të pandehur për parashkrim të krimeve. U mbyll ky proces që ka zgjatur mbi 12 vjet dhe është shkruar nga prokura e Barit me administrimin e misionit Arcobaleno, ato që operacion humanitar i shumë përfolur për shpërdorime e vjedhje. Procesi është filluar në Bari me 10 shkurt të vitit 2001, por u mbyll kështu me 18 maj të këtij viti pa arritur të nxirren fajtorët dhe pa asnjë të dënuar. Mes të pandehurve ishin njësër personash, edhe nën sekretari i presidentës së Këshillit të Ministrave në atë kohë, edhe njësër personash të tjerë që kishin bashkëpunuar në këtë mision. Hetimin mbi misionin humanitar Arcobaleno sollën me 20 janar të vitit 2000, arrestimin për disa muaj të njësër personave, po siç tham, procesi është mbyllur vetëm për atë që në Itali quhet preskripsione, që ka kaluar koha dhe pra nuk ka, për fat të keq, nuk ka asnjë të dënuar. Një lajm tjetër vjen nga Ministria e Brendshme e Italisë. Qeveria po shqyrton për zgjidhje për emigrantët. Nën sekretari i Ministrisë së Brendshme Ruperto duhet të realizëm për të ndihmuar emigrantët dhe për të ruajtur bashkëtesën sociale në të njëjtën kohë. Edhe pse në qendër të vëmendjes së qeverisë janë problemet e lidhura me krizën ekonomike, qeveria ka thënë që nuk duhet të lënë pas dore temat e rëndësishme si imigracioni. Për kohën e nevojshme, Ruperto thotë që flukset migratore, numri i kërkesave dhe leje të qëndrimit, krizet ekonomike, që pengojnë vëndjen në dispozicion të njësër resurseve shumë të rëndësishme për mikpritjen, ka dhe mungesa e vendeve të punës, këto bëjnë të mundur që të ketë vështirësi në zgjidhjen e kësaj situate aktuale. 2 ditë më parë, mbi çështjen e lejeve të qëndrimit të përkohshëm në shtetet që vijnë nga Libia dhe Tunizia, shprehur dhe ministri i brendshëm kancellieri, që kanë bërë të mundur që leja e qëndrimit të shtyhet deri me datën
me datën 6 tetor të këtij viti. Sillin nga Shqipëria dhe një lajm të hidhur, gjë aksidenti që ka ndodhur në ditën e djeshme në Shqipëri. Shprehim dhimbjen tonë edhe nga jashtë dheut për gjithë familjet e personave që kanë pësuar këtë humbjen e familjarëve të tyre. Këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur sot në gjuhën shqipe. Ne ju urojmë një mbrëmje sa më të këndshme. Do të dëgjohemi përsëri të martën e ardhshme gjithmonë pranë Radio Galileo.